Sa vjeç ishe? 6 vjeç kam qenë. Ke thënë që do bëj kryeministër? Ja kam thënë mësuesës time të parë, ajo më ka pyetur çfarë do bësh kur të rritesh. 6 vjet në cilin vit? Unë thash kryeministre. Ka qenë viti 2002. 2002 ti I ke thënë mësuesës tënde që do bësh kryeministre? 2002, ka qenë klasa parë. Se deri tani 33 kryeministra ka Shqipëria, po grua zonjë nuk ka. Tani ti do ta marrin tani këtë si një do bëj kryeministre, si një ambicie të frikshme. Unë kam përshtypjen Roland që në kohën kur e kam artikuluar si dëshiras nuk e kam ditur vërtet që çfarë bën kryeministri dhe çfarë peshe ka dhe çfarë përgjegjësie. Kjo është pyetja ime, tani që e di se çfarë do të thonë. Tani të shkon në mend tani? Jo, prap dua të bëm. Prap do të bësh Jemi në tjetër linjë. Frena dhe dorës u punogan Saramila. Bëj shaka. Ajo që ndodh në fakt është, unë kam pasur gjithmonë një zë, Roland. Kam pasur gjithmonë një zë për të reaguar dhe kam qenë gjithmonë një vajzë që kam organizuar njerëz rreth vetes. Me shaka ja shpreh edhe votuesve të mi gjatë kohës fushatës dhe I thoja, njerëzit çuditen me mua se mendojnë që kjo është hera e parë që unë bëj fushat. Unë s'mbaj mend ndonjë vit që s'kam bërë fushat. Unë kam qenë e vogël, fushat për senatore klase, fushat për presidentët shkollës, fushat për senatore, fushat në sensin e të qenurit dhe të marrit një pozicion të mirë në punë. Kam qenë gjithmonë luftarake. Pra nuk ka ardhur më kot. Po ato kanë qenë fushata kështu sweet harmoni. Kjo tani ku je futur ti, je futur në një politikë që është shumë e keqe dhe në mos të nxin çik pis do të bëj Sara. Po, kjo është e vërtet. Se kanë filluar të bëjnë pis dhe kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, mirë po kjo është dhe një nga arsyet pse kam vendosur që të jam politik. Unë jam I vajzë e re dhe I përkas një gjeneratë të re. Dhe dua ta besoj që së bashku me shumë kolegë tjerë që po ashtu janë dhe ata të rinj politik, se jo domosdoshmërisht në mosh, se nuk ta jep mosha kartën e të riut në politik, absolutisht, besoj se e kemi shansin, sidomos këtë herë, në një parlament I cili do dominohet për sa I përket Partisë Socialiste nga të rinjt, e kemi shansin për dhënë një mësim të mirë. Do më quash idealiste. Patjetër, jam. Mirë po, unë e besoj vërtet këtë, që një kast e re politike mund të ndryshoj edhe në këtë aspekt. Se mos zhgënjesh një ditë? Ndoshta, zhgënjimi është pjesë e jetës. Mirë po, unë nuk mundem që të mos guxoj ta nis një rrugë, vetëm nga frika se mos zhgënjehem. Nuk jam mësuar kështu në jetë dhe nuk jam mësuar kështu as në politikë. Ti që nga si bombë thamore, më Sara, ti pu me këto energji. Ke energji. Tani, ndalim pak se thatë që 2 shtyllat kryesore të fushatës tuaj ishin 2 familjet e tua. Të lutem, më fol pak për familjet e tua. Kush është familja jote e madhe, ajo e familjes prindërve, pra njerë dhe pasaj të bashkëtit. Kush është familja juaj? Në fakt nuk janë familje që kanë ndonjë veçori fantastiko shkencore, se njerëzit mendojnë që kur ti shprehesh për familje të madhe, domosdoshmërisht duhet të jetë ndonjë principat e kaluar apo duhet të jetë. Është një familje e madhe. Si quhen prindrit tuaj? Përparim dhe Anila. Jam prindrit e mi. I përshëndesim prindrit e Sarës. I përshëndesim dhe në fakt duhet I përshëndesim se pak probleme po ju sjell Sara këto ditë e fundit, bashkë e përzier me gëzimin, ë? E përzier, po. Më duhet ta them. Çfarë do t'i thosh tani babit dhe mamit tani që sa do ta thoja Roland që më duhet ta them këtë që në gjithë pjesën post fushat e post fitore menaxhimi më I vështirë ka qenë menaxhimi I Timeti për mos lexuar komente. Për momentin kjo është ajo që un kam si vështirësinë më të madhe. Në rrjetet sociale. Po Facebook, po rrjetet sociale, po në televizion. Ai është njeriu më që I ndjek më shumti. Shiko, se ju nuk jeni nga Elbasani, po ata nga Elbasani që më dëgjojnë do ta dinë. Babi im është një xhaxhurs tipik, është nga një lagje e cila janë me shumë temperament, me shumë zjarr, edhe kanë shumë të vështirë të rrinë të duruar kur përgojohen prindrit dhe kur përgojohet fëmia jote. Atëherë më thuaj, si reagoi një herë babai juaj kur lexoi një gjë të keqe aty? Babai tim një herë I kisha vënë një barrierë, sepse unë dhe familja ime bërtham jetojmë në Tiranë, e kam shprehur këtë dhe më përpara, pavarësisht se rrënjët tona janë atje, por kushtet ekonomike në vitin 97 bën familjen time që të rente drejt Tiranës për të pasur një mundësi më të mirë për familjen. Dhe ngecëm këtu, mirë po me zemër kemi qenë gjithmonë atje. Edhe me shaka I e thot edhe me smish që I kisha vendosur një tra tek tuneli dhe nuk ja lejoja hyrjen. Sidomos në ato momentet që ishte pikërisht kur po unë ika dhe nuk ja lejoja atij se duke ditur temperamentin dhe se sa emocional është ai, nuk doja që të krijoj asnjë lloj sikleti dhe emocioni që nuk do ta përmbante dot. Dhe kur shpërtheu pastaj
ky lajmi I bukur I doktor Berishës, thash unë kote izolova timat në Tiranë e që t'i bënte votat nga telefoni, se pas kam pasur të keqen këtë dera, edhe tani e morën vesh gjithë një lajm kaq të keq që në fakt më ka efektuar shumë. Sa fëmijë jeni Sara ju? Ne jemi 3 fëmijë, unë jam e madhja. Ti je madhja. Dhe ke vlla motor? Po, kam një motor dhe një vlla. Dhe një vlla. Pastaj rrjethi familjar tjetër, xhaxhallar, halla, do të thonë është shumë I madh? Po, është I madh, po shiko. Duhet të jem e sinqertë në këtë aspekt, duke qenë se familjet tona nuk kanë qenë të përfshirë në jetën publike, por kanë qenë në fakt njerëz cilët Elbasanlinët e thonë bukur, kanë parë terrenin e vet. Dhe më besoj që në një qark, po aq më tepër në një qytet ku flitet shumë, ku të gjithë merren me çdo gjë dhe ku e shohin jetën shumë të lidhur me politikën, ashtu sikurse akseset edhe pushtetin, edhe kryesisht edhe influenca dhe pushteti në qytet lind prej lidhjeve politike, familjes e të mia, të cilat nuk e kanë pasur këtë gjë, janë të respektuara nga të gjithë. Dhe këtu nuk flasim vetëm për socialist, demokrat, socialist, njerëz cilët në fis, në familjen e madhe të zë, ke edhe demokrat dhe socialist? Po, madje I kam edhe shumë afër. Mund të ketë xhaxhallar të mi, të cilët mund të kenë ndodhur që më herët kanë simpatizuar një figurë Partisë Demokratike dhe mund të kenë shkuar t'ja kanë të gjithë të votuan ty Sara? Unë tani e di se më thonë, për të tjerët je sigurt thonë, por për familjen tënde mos je asnjëherë sigurt që çfarë kanë votuar. Jo për familjen time specifikisht. Flasim në princip për familjen, por unë jam e sigurt që në atë thesin e 20.000 votave, aty është familja ime dhe shumë dashamirës. Dhe në fakt Roland, për të qenë pak e larg shakave në këtë moment, e kam një falënderim për familjen time të madhe dhe të vogël, sepse Timeti ja kam thënë, kjo vot e cila është dhënë për Sarën, në fakt shumë herë nuk ka qenë vetëm për Sarën. Kjo ka qenë një vot për familjen time, ka qenë një vot për atë çfarë ata kanë bërë, dhe ka qenë një vot për kontributin shumë vjeçar, cilën ata e kanë dhënë komunitet pa pritur të marrin asnjë gjë mbrapsh. Unë momentet e mia më emocionuese gjatë fushatës kanë qenë kur rendja drejt dyerve pa ditur ndonjë lidhje të caktuar, unë thjesht e bëja sepse ishte për hir të fushatës dhe ndërkohë aty dinin miq gjyshërve të mi të ndjerë, apo miq familjarëve të mi të ndjerë, cilët kishin pasur atribute të jashtëzakonshme në komunitet, kanë ndihmuar njerëz, kanë strehua njerëz në kohë krizash. Dhe kur ata me lot në sy më thonin, më kujton gjyshin tënd kur po bën këtë gjë, apo më kujton gjyshen tënde, unë mendoj se ka qenë një vot dhe për këtë gjë. Patjetër që 20.000 vota nuk arrin që të bëhen vetëm me rrethin familjar edhe rrethin miqësor, dhe për këtë dua të jem serioze dhe ndoshta ta sqaroj një herë mirë. Unë Roland bëra diçka të bukur sepse ma lejoi në fakt edhe struktura se si drejtuese politik e shpërndau punën në qarkun e Elbasanit. Unë isha një vajzë që vija nga platforma e deputetit që duam dhe duke qenë kështu, ai nuk më caktoi një territor të caktuar në qark. Nuk ishe një zonë të caktuar? Nuk e kisha një zonë, dhe me të drejtë. Unë ishe në gjithë qark, ke lizur në gjithë qark. Po. Kjo të ndihmoi apo të... Më ndihmoi shumë, pse? Unë nuk kisha më parë një eksperiencë politike. Nëse unë do të kisha marrë vetëm një zonë, do kisha luftuar pa diskutim aty shumë për rezultatin e Partisë Socialiste, me struktura të cilat nuk I njihja dhe nuk më njihnin, dhe sa javë do të isha unë që ta çoja përpara garën e do ta kisha harruar fare kandidaturën time personale, sepse do të kisha një detyrë shumë më të fortë që Partinë Socialiste në zonën time ta nxjerrja fituese. Mua më dha një dorë shumë të mirë. Fakti që unë isha e lehtësuar nga pesha për të garantuar të gjithë suksesin e strukturave të Partisë Socialiste. Atë e bën kandidat të cilët kanë vite që janë Partisë Socialiste, të cilët kanë kontribuar dhe të cilët kanë vlera të jashtëzakonshme, dhe unë dua të përshëndes kolegët e Partisë Socialiste sepse kemi bërë një fushat shumë të mirë bashkarisht. Kështu që unë duke qenë e lirshme për të shkuar në gjithë qarkun, pata mundësinë që të bëja edhe një fushat shumë atipike. Çfarë do të thotë kjo? Ngrita një strukturë Roland, e cila ishte e ngjashme me strukturën e partisë, pra me koordinator, po për çdo bashki, po për çdo njësi. Njerëz dhe dashamirës të cilët gjatë kohës u afruan edhe më tepër. Dua ta them se nuk e nisa që në start me njerëz, unë nisa me miqtë e mi, me familjarët e mi, dhe rrugës mu afruan dhe shumë të tjerë në mënyrë vullnetare, kryesisht të rinj. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që edhe aty ku unë nuk shkoja dot fizikisht, edhe pse kam mbredhur çdo cep të qarkut dhe nuk ka njeri që të thotë sa kilometra ke bërë? Se vazhdoj ta kem edhe sot. Sa kilometra ke bërë?
Po kilometra tani unë nuk di se vajt jarë dhe janë bërë pa fund dhe nuk e mas dot. Se unë edhe tani që flasim, jam në fushat. Thuaj atyre të stafit, bëj një kalkulim. Sa kilometra ke udhëtuar ti në 30 ditë të fushatës? Shumë e bukur. Në fakt dhe duhet ta kisha matur. Duhet ta kisha bërë këtë. 30 ditë të fushatës, kaq kilometra. Më ka shpëtuar. Sepse jo, ata mund ta nxjerrin dhe tani dhe ma çon mesazh do ta them unë një ditë. Sara Mila ma dërgoi. Jo, duhet. Dhe kjo tani lidhet me diçka tjetër. Ti ke bërë një organizim, unë i kam parë gjitha këto, por tani bandat ku janë? Te Berisha. Te faktori Berisha. Doli një ditë. Jo, na sqaro. Po do ta sqaroj gjëra gjatë fakt sepse e kam sepse kjo është një akuzë shumë e rëndë, do ta them këtë gjë. E kam edhe vetëm. Dhe njerëzit kanë dëgjuar vetëm akuzën deri sot, që të jemi fair. Njerëzit kanë dëgjuar vetëm akuzën. Ja ku je ti, shpjegoje çfarë ka ndodhur. Në fakt, dua që ta them këtë. Kur flasim që njerëzit kanë dëgjuar akuzën, flasim për gjithë njerëzit e tjerë përveç qytetarëve të Elbasanit. Ata e din shumë mirë. Ata që e kanë parë fushatën time dhe më kanë ndjerë mua gjithkohës aty, ata e din të vërtetat. Unë prandaj jam dhe kaq e qetë për sa i përket elektoratit tim. Por po, kam një mungesë të theksuar informacioni për gjithë të tjerët, të cilët me të drejtë nuk është se kanë ndjekur fushatën në Elbasan, se nuk kanë qenë të interesuar aty dhe papritmas del një emër nga kryetari non grata i Partisë Demokratike dhe intimidohesh. Çfarë ndodhi, Roland? Duke ta thënë edhe duke ta shpërë pak më parë. Ja, më fal ta citoj Berishën. Aty ku Sara Mila dhe Akend Balla shkojnë me anxharët e Troplinëve dhe Suel Qelës, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Pra këtu është problemi, se zgjedhjet zhvillohen në kushtet e terrorit të papar politik, të karteleve të drogës dhe organizatave më të rrezikshme kriminale. Kjo është akuza që ka bërë drejt për drejt Sal Berisha. Përgjigja juaj. Anxhari im kush është? Është kryetare e forumit të Partisë Demokratike të Gruas të Elbasanit, e cila mu bashkua mua. Anxhari im janë të rinjt forumit rinor Partisë Demokratike në Librazh dhe Peqin, të cilët mu bashkuan mua. E shumë njerëz të tjerë, demokrat, të cilët mu bashkuan mua. Unë sot Roland e kam një panoram të qartë, sepse siç ta thash, kam bërë një mini struktur partije më vete për kandidaturën time. Në atë grupin e madh për 20.000 votash, rreth 6.000 vota janë vota demokratësh. Dhe ti mund të arrish ta faktosh... Edhe njërë tabelën, ju lutem regjia, si në ato flasim për Elbasan njërë. Po, për qarkun e Elbasanit. Jo të diasporës. Pra, 18.066, ti thuaj që 6.000 vota janë nga PD-ja? Po. Si? Janë vota të djathta. Si të kanë votuar? Siç edhe ta shpreha fillimisht, arsyeja kryesore vjen pikërisht nga kjo. E para, një vajzë pa kapital politik, e cila nuk është parë majtas apo djathtas. Unë arrita të kryoj një frymë qytet. Në gjithë qarkun, fakt, kryesisht në qytetin e Elbasanit. Ti jemi të sinqertë për këtë gjë. Frymën nuk ka njeri që e ndalë, Roland. Dhe unë nuk e di pse njerëzit habiten kaq shumë kur krijohet një frymë, kur kemi parë figura të tjera të spikatura në Shqipëri apo në përbot, që realisht arrin që ta krijojnë një frymë shumë. Jo, pse një antar i PD-s do të votojë ty? Çfarë ndodh? Përveç se miqësi, shok, farifisni, të cilët nuk janë të pakët në momentin që zirohet rrethja, duhet ta shprehim. Po pra, janë shumë. Dhe unë fakt mund të ta faktoj, duke qenë se nuk kisha dhe shumë kohë dhe nuk e kam të gjithë tabelën, por kam vetëm disa, sa për indicje, në mënyrën